nga Leonard Koja në windowradio.de. Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirë se ritakohemi në Horizon në puntatën e radhës. Sonde është data 28 shkurt 2026. Pra e përcollëm dal nga dal edhe shkurtin, jemi në orët e fundit të muajit shkurt, të muajit 2 të vitit, dhe shpresoj që të gjithë e keni patur një muaj sa më të mbar, sa më të suksesshëm dhe sa më produktiv, qoftë nga ana shëndetit, nga ana ekonomike dhe në të gjitha pritshmëritë që ju keni patur për veten tuaj dhe për familjen tuaj. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, dhe do kemi një bisedë interesante me një nga aktivistat më të zëshëm të diasporës, sidomos asaj të Amerikës, por jo vetëm, dhe do përpiqemi që ne të kuptojmë diçka më tepër për ato problematika që ne na shqetësojnë për Shqipërinë tonë, për politikën e Shqipërisë, por pse jo edhe të kuptojmë diçka më tepër për diasporën dhe kush është jo kush është diaspora, kush është akti që duhet të ndërmarrë diaspora, çfarë duhet të bëjë diaspora, a duhet diaspora të jetë e përgjegjshme dhe të marrë përgjegjësi mbi veten, sepse me sa duket Shqipëria gjithnjë më shumë po rrokulliset drejt një bote të pakuptuar politike. Gjithsesi ne do përpiqemi që me të ftuarin që ne kemi në linjë dhe që do bashkëbisedojmë sonde të kuptojmë diçka më tepër. Por ju kërkoj dhe ju miq dhe ju dëgjues të bëni bashkëpunues dhe bashkëpunëtor të këtij emisioni, pra duke shkruar komente apo duke shkruar pyetjet tuaja apo kush janë ato interesimet tuaja, dhe ne do përpiqemi që t'i përcjellim në varësi edhe të kohës që ne do kemi. Okej, për të gjithë miqt e rinj që afrohen pranë Window Radio, unë do të përsëris mundësinë dhe mënyrën ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju në këtë website mund të dëgjoni muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, pra nga DJ Radio Store, po ashtu edhe mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim për ju nga fusha të ndryshme. Window Radio është edhe në 2 platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është Radio Box dhe TuneIn, pra këto janë 2 platformat më të mëdha në botë, ku janë pothuajse të gjitha radiot botërore të regjistruara, dhe jemi edhe ne si ndër të vetmet radio shqiptare që jemi antarësuar në këto platforma. Pra mjafton që ju të keni një nga këta aplikacionet TuneIn ose Radio Box dhe të kërkoni Window Radio, dhe ne do jemi aty non-stop në muzikën dhe me emisionet tona. Këto platforma janë pa pagesë, pra thjesht mjafton që ju t'i shkarkoni qoftë në Apple Store apo në Play Store. Po ashtu është edhe platforma tjetër Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare, pra qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipërisë apo kudo ku janë radiot kryesore shqiptare, ne jemi edhe aty, pra mjafton edhe njëjta procedurë që të keni platformën ose aplikacionin Radio Shqip, dhe edhe kjo është pa pagesë. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live, dhe jemi edhe aty live me emisionin ton që jemi sonde, apo në çdo emision që ne kemi vazhdimisht. Po ashtu është edhe Facebooku, faqja zyrtare e radios, windowradio.de, aty jemi live me emisionet dhe mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje, dhe ne do përpiqemi që të bëjmë përzgjedhjen e duhur. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin apo kanë dëshirë të rindjekin emisionin, ne jemi në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë, pra ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, po ashtu ritransmetimi është edhe nesër në orën 13. Por mos harroni gjithmonë, ritransmetimi është vetëm në radio, dhe sikur e thash, radio ndiqet vetëm përmes këtyre platformave që unë ceka më lart. Po ashtu emisioni nesër do jetë në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizon Window Radio hapësirë.de. Pra mjafton të bëni një subscribe këtu, dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet që ne përgatisim dhe përcjellim për ju.
Është edhe mundësi tjetër që ju mund ta shkarkoni për të gjithë ata që kanë Play Store, mund ta shkarkojnë në Windows Radio dhe në çdo pajisje dhe normalisht mund të na ndjekin pastaj edhe muzikën që DJ Bledi përzgjell 24/7. Do kërkoja për të gjithë ju miq që nuk u kushton asgjë, por as ne nuk fitojmë, por edhe ju dhe ne fitojmë sepse fitojmë miq të rinj dhe Windows Radio është vetëm për ju dhe është vetëm për dëgjuesit dhe ne duam të bëjmë një komunitet sa më i madh shqiptar, pra ju të mund ta shpërndani faqen zyrtare të Facebookut, pra në Facebookun tuaj apo në për grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar dhe të kemi mundësi të komunikojmë me sa më shumë bashkëdhetar, me sa më shumë shqiptar, kudo që jemi cep në cep të botës. Sikur ju e dini, unë nuk jam i mirë në monolog, kështu që por gjithsesi më duhet ky prezantimi i fillimit i emisionit dhe do përpiqem që pastaj të jetë i ftuar ai që do flas më shumë, unë thjesht do përpiqem të moderoj me ndonjë pyetje ato që ne mendojmë që mund të jenë më interesante. Dhe unë përshëndes mikun tonë dhe mikun e radios, sepse ka qenë dhe herë tjetër dhe vazhdimisht ai na ndjek dhe na suporton nga Amerika e Largët, pra zotin Valentin Lumaj. Zoti Lumaj, mirëmbrëma nga Evropa, mirëdita për ju atje. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta, nderuar Leonard Koja. Unë lejo të përgëzoj ju dhe gazetën Windows Radio me punën që po bani, me informimin e publikut shqiptar, po në diaspor, me ngjarjet më të fundit, por edhe me mundësi që jepni zërave nga diaspora për të lënë ata mendimet e opinionet e tyre për realitetin në Shqipëri dhe në diaspor, mbasi është një zonë që vjen nga një botë më e kulturuar me një kulturë demokratike më të zhvilluar dhe mund të jetë edhe si mundësi për shqiptarët në Shqipëri që të marrin pak mendim më të zhvilluar për problemet e tyre, për rrugë zgjidhje të problemeve që ata hasin në Shqipëri. Unë të jam mirënjohës që ju e pranuat ftesën tonë, dhe keni qenë dhe herë tjetër në emisionet tona dhe të falenderoj shumë për suport dhe për mbështetjen dhe fatmirësisht dhe duhet të them publikisht një fjalë që Windows Radio ka dalë për te atyre pritshmërive tona të fillimit, sepse me të vërtet kemi shumë kërkesa për emisione, kemi shumë informacione që ne ndiqemi, por përpiqemi të jemi ajo media e një mendimi të lirë dhe një mendimi të pa censuruar dhe të bashkëbisedojmë të gjithë njëri me tjetrin. Zoti Lumaj, nuk është nevoja që ju të prezantoheni apo të bëni një prezantim të veçantë për ju, sepse ju ka prezantuar puna dhe ju prezantoni shpeshherë edhe me shkrimet tuaj apo me kritikën tuaj apo me zërin dhe mendimin tuaj kudo, qoftë në rrjetet sociale, qoftë apo nëpër mediat e Shqipërisë. Por do doja të filloja direkt si e pat apo si po e shihni protestën sonde që zhvillohet në Shqipëri nga Partia Demokratike dhe opozita shqiptare. Po, faleminderit. Protesta është në vazhdim. Unë kam ndjek me periudha sot me intervale këtë protestë. Unë mendoj që protesta është mënyra më demokratike e shprehjes pakënaqësive dhe nuk është, do të them është pjek koha, është djegur koha për protesta, bile se unë jam për protesta më radikale që të japin zgjidhje, mbasi të gjitha kushtet janë për një rotacion tashmë ndoshta të lundshëm politik, mbasi vetë rezultatet e kësaj qeveri tash sa ban 13 vite, domethënë një qeveri e dështuar në gjitha rrafshet politike, ekonomike, sociale, në politikën e jashtme, lidhje me rajonin, me Kosovën, gjithkund ne shohim një çalim ose një dështim të kësaj qeverie, pa duke përfshirë edhe domethënë atë kriminalizimin e komplet të jetës shoqërore shqiptare me Shiko, ju po thoni një protest radikale. Me fjalë, ju jeni, po më dëgjoni? Zotë Lumaj, më dëgjoni? Më duket se ka një shkputje me zotin Valentin Lumaj, por shpresoj që ne do të rilidhemi dhe do e kemi në bisedë zotin Lumaj. Kështu që shpresoj
kemi edhe mirë kuptimin tuaj, sapo tekniku të bëj lidhjen pra të Bledi, sepse s'kemi pse themi tekniku, sepse tashmë ai Alo? është. Po Valentin, më falë, sepse duket kishe një shkputje. Unë ju dëgjova mirë, po duket Duket se kishte një problem dhe nuk po dëgjoj në studio dhe në transmetim. Atëherë, famëra. ju po thoshi që më tepër jeni që të kalohet një protest radikale. Faktikisht, më thonë të drejtën, shumë kush pret në këto thirrjet e doktor Berishës apo të Partisë Demokratike që do bëhet ai ndryshim, në këtë protestë do bëhet kjo, do bëhet ajo, por sot pam një radikalizëm ndryshe. Po e them pak në mënyrë ironike, sepse po digjnin koshat e meteorinave. Kjo është protesta që duhet bëj Partia Demokratike? Unë mendoj që nuk ka ma paqe me këtë qeveri të dështuar, nuk ka mënyra të më thanë paqësore të zgjidhjes problemeve. Opozita shqiptare e vogël, sa do vogël tjetë, duhet të tregojë veten e saj qartazi për një ndarje, një divorc të plot në gjitha dimensionet me këtë qeveri. Do të thonë, asnjë lloj bashkëpunimi, asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj rendimi të punëve së bashkut, si në parlament, si në jetën publike dhe sociale, duhet një ndarje e plot me kërkesën e qartë, jo vetëm kërkesë si suni dorëheqjen e Edi Ramës, por dorëheqja e Edi Ramës do të jetë motivi i çdo dite. Domethënë, me këtë motiv duhet të jetë edhe protesta për dorëheqjen tashmë ndoshta edhe me një version tjetër, jo paqësor, por me gjitha metodat demokratike radikale që lejon ligji. Me bllokime rrugësh, mund të ketë të gjitha format e protestave, si shembull mund të merren edhe protestat në Evropë apo në vendin demokratike që nuk durojnë dhunë, nuk durojnë diktatura, nuk durojnë shkelje të drejtave në këtë formë sikurse shkelen në Shqipëri. Dhe protesta sotme është e bukur ta ndjekësh, por unë jam tek rezultati. A jep rezultat? Pikërisht. Kjo është ajo, kjo është e kryesorja. Shqiptarët po të rriqen në protesta për vite me radhë, por faktikisht Edi Rama vazhdon të jetë në pushtet. Ne dëgjojmë kryetarin e opozitës që thotë që Edi Rama nuk do të ketë pranverë, nuk do të ketë verë, nuk do të ketë vjesh. Domethënë, gjitha këto janë slogane që të mbushin me shpresë se shpejt Edi Rama do të rrëzohet, por faktikisht Edi Rama është aty. Unë nuk do të fajsoj, domethënë, opozitën. Këtu ka pas një rol të madh për dështimin e opozitës edhe faktori në kombëtar George Soros me ato falanget e tij të instaluar në Shqipëri me fondet, me gjithë ato përçarjen e opozitës, me influencën në shtetin amerikan, me departamentin e shtetit, me ato dënimet pa kuptim që bën liderit e opozitës, por edhe vetë opozita duhet të fokusohet tashmë tek energji që ka, tek forcat e rinia, tek studentët, tek sindikatat, tek punëtorët, çdo cep i Shqipërisë duhet të angazhohet në protestë fuqishme. Nuk duhen ishin protesta. Zoti Lumaj, unë ju kuptoj shumë drejt dhe duhet kemi diçka parasysh. Nëse ju nga Amerika apo unë këtu nga Gjermania, me fjalë flasim atë kulturën e si duhet të protestohet. Dhe ju ceket Sorosin, me fjalë për problematikat që Sorosi ka sjell në Shqipëri apo që ka ngritur në Shqipëri, folet për sindikatat, por shiko, Soros nuk është thjesht i Partisë Socialiste. Soros ka dhe brenda Partisë Demokratike dhe shpeshherë është thënë që do pastrohet shtëpia jonë, do bëhet desoretizimi i Partisë Demokratike. Përsa i përket sindikatave, fatkeqësisht unë mendoj që s'ka fare sindikata, sepse ato emra sindikata janë thjesht si krah politik dhe nuk e di se ku e shifni më shumë problemin, pra të flasim pak më shqiptarshe, më në Shqipëri. Sepse më duket se edhe këto dorëzohet Rama, do ketë pranverë, verë, vjesht, këto janë tashmë një botë e shkuar, mendoj. Populli ndoshta edhe nuk e i pranon më, nuk i përtyp dot. Po, unë mendoj se problemet janë më të thella, domethënë jo vetëm të opozitës, jo vetëm të qeverisë, është një problem i shoqërisë shqiptare
e cila nëpërmjet kapjes së qeverisë, nëpërmjet kapjes së ministrave, të deputetëve të shtetit shqiptar, është kapur vetë komplet shoqëria shqiptare, një shoqëri e varur nga shteti. Domethënë, nëse kena një masë të madhe, ku diun, thonë 1/3 e popullsisë është në funksion publik, në administratë publike. Po e ke 200.000 vetë administratë publike. Pra një shtet me rreth 2 milion banor, pa 200.000 ka administratë publike. Po pra, kur mendojmë që rinia e pa punë që varet nga puna fiktive, nga tregtia e drogës, jo nga tregtia puna ndershme, biznesi, apo biznesi të lidhur direkt me qeverinë, apo të pensionistët moshët të tyre që varen direkt nga një pension, pra komplet një shoqëri e varur nga shteti. Nga shteti fuqizohet jo nga ekonomia që provon, por nga një ekonomi e tregtisë të drogës apo të tregtisë krimit të organizuar. Dhe kjo, domethënë, e kriminalizon komplet jetën shqiptare dhe kështu bëhet një jetë e paderueshme, pa mundshme që të jesh i lirë dhe i qetë të vazhdosht normale dhe njerëz zgënjehen, njerëz ikin dhe ata që mbesin direkt të varur nga shteti. Dhe kjo e bën pamundur që të ketë një reaksion ose një lëvizje të zjarrt brenda shoqërisë shqiptare, mbasi vetë këto lidhjet dhe ndërlidhjet janë të bizneseve, të nevojat jetesë, këto janë direkt që varen nga shteti, që ka fituar jo vetëm pushtetin politik, por ka edhe komplet pushtetin ekonomik, financave, gjitha. Dhe me këto kontrollojnë komplet shoqërinë dhe prandaj nuk ka një reaksion ose një reagim qytetar masiv. Unë duhet të them. Apo ndoshta edhe vetë Partia Demokratike, unë po duhet të quaj gabime, sepse ndoshta janë edhe më të rënda se sa gabimet. Për shembull, kemi protestën e Rriollit, kemi protestën në Roscoves në Fier, kemi shumë kund ose pjesa e Juglindjes që janë rrëzuar ura rrugë, me fjalë pothuajse Juglindja është shkëputur nga qendra e Shqipërisë. Dhe nuk kemi parë eksponent të lartë të Partisë Demokratike pranë këtyre banorëve. A mendoni që Partia Demokratike, pse jo, ta quajmë edhe faj, apo se një lëvizje ndoshta pa kuptueshme që nuk është pranë këtyre njerëzve në përditshmërinë e tyre, në hallin e tyre? Po, jam dakord me këtë konstatim, domethënë nuk kena pa në një qasje ose në një angazhim të deputetëve të Partisë Demokratike, sa deputet kanë që kanë peshë, që kanë forcë, që të angazhohen në mbrojtje të drejtave të qytetarëve, si në Thet, si në Vermosh, si në Rrioll të Velipojës, apo në prishjen e rrugëve. Ata janë me këto protesta, ata i mbështesin domethënë në formë deklarative, por jo një mbështetje të thoja fizike me prezencën e tyre masive, a kupton? Shiko, Partia Demokratike është po vuan ato pasojat e shkëlmoqjes saj para 2 viteve, akoma është në momentet e saj të riorganizimit, edhe protestat janë ndoshta paktën qofsha gabim janë më shumë për të krijuar një perceptim për gjendjen e qeverisë apo për të riorganizuar Partitë Demokratike më shumë se sa për të rrëzuar Edi Ramën, dhe kjo është dëshpërim, sepse Partia Demokratike ka një hyrje për të rrëzuar Edi Ramën. Nëse kujtohet protesta e janarit të vitit, ku ishte protesta 21 janarit, ajo protest 2011 filloi, flisi për 2011. Po, bravo. Ajo protest filloi për arsye që ishin qëndësishme për një korrupsion po e zam 700.000 euro të ish presidentit Meta në atë kohë, edhe ja vlen të protestohet edhe për ato, por mendoni sot që korrupsioni është jo 700.000 euro, por 700.000 herë 700.000 herë 700.000 euro është korrupsion masiv, një kupole të lartë shtetit, komplet shteti është i zhytur në korrupsion. Ju shikoni jo vetëm rrugë, po shikoni ministrat, shikoni deputet, zëves ministrat, komplet një shtet, një pushtet i kapur nga krimi, nga korrupsioni, ndërsa reagimi i qytetarëve, reagimi i opozitës është minimal. Këto protesta janë minimale për çfarë ky pushtet meriton. Pra duhet të vend Gjoksi. Më kujtohet indjeri Pjetar Abnori vetëm për mungesën e fjalës lirë. Ai sakrifikoi veten, u fut në grevuriet. Ku janë grevet e urisë? Unë kam qenë vetë iniciator i greveve të urive në vitet 97, 98, 2000.
domethënë për kërkesa për gjetjen e vrasjeve të Azemajdajit apo se për demokraci, për liri, për këtë gjëra domethënë edhe prapë janë në të kushte, po ku janë greve terroristë, ku janë studentat, pse nuk angazhohen studentat? Vetë lideri i opozitës Sali Berisha duhet të jetë i pari që duhet ta fillojë një greve urie dhe në shembull i tij të vazhdohet edhe nga deputet. Këto janë format e protestës. Pse nuk i bën Partia Demokratike? Me plakadan nuk ti mund ndjekë gjithë kushtet e plerave. Mund digjesh edhe zyrën apo rezidencën e Enver Hoxhës sikur se dogjën sot. Po ku është rezultati? Ajo është një opinion, një perceptim, domethënë që mund të jepet Evropës. Po e kanë marrë vesh Evropa, e kanë marrë vesh shqiptarët. Ne kërkojmë zgjidhje. Nuk na duhen mandate 4 vjet të përsëritura të një pushteti. Mandati 4 i një pushteti të dështuar. Absolutisht. Dhe dështimi, nëse ka dështuar pozita me 4 mandate, atëherë tregon se edhe opozita ka dështuar në rolin e saj për ta shembur këtë pushtet kalbur. Po çfarë do të pres? Shiko, i ceket shumë mirë një sër problemesh që ka mazhoranca dhe gjithë e dim, çdo shqiptar e di, e kupton problematikën por nuk është puna për të bërë opozitës, nuk është puna për të, si thuash, për të kundërshtuar opozitën. Problemi është pse opozita, ku po gabon opozita, sepse nuk e di se ku mund të ekzistojë një shtet tjetër apo një qeveri tjetër më e korruptuar, më e gatshme për të rrëzuar dhe ajo po vazhdon të jetë në këmbë. Dhe duhet ngel tek aktualiteti. Shohim video problematika përplasjet e një grup njerëzish në rjoll që policia i rreth, i burgos, i merr, i çon në polici, i kthen mbrapsh, po i vjellën pronat, tokat, çdo gjë dhe opozita nuk po lëviz. Pra, a duhet opozita të gjejë një ndryshim brenda vetes, zoti Lumaj? Sepse është e lehtë ndoshta të thuhet të flitet për Ramën sot, për mazhorancën, se i dim. Po. Unë që të jemi të qartë, unë nuk i bëj opozitës. Unë po e mbështes opozitën, po e nxis opozitën që të ketë akte më gjalla, më radikale për të pas zgjidhje. Domethënë kjo që bën opozita është pak. Pra, nëse unë kam përshmëri më të madhe nga opozita, nga Partia Demokratike dhe nga lideri i saj Sali Berisha që të jap shembull gjithë rinisë shqiptare, punëtorëve që të braktisin shkollat, braktisin punën, të bëhet një bllokim i plot i komplet jetës shoqërore, politike, ekonomike, gjitha drejtimet, bllokojnë rrugët, greva uriet. Këto janë aktet demokratike të protestës. Me flakadan nuk zgjidhet. Dhe pra, duhet nga vetë eksponentët, nga vetë deputetët. Po, rasti i rjollit në Velipoj është vetëm një element, një pjesë e shkutur e realitetit shqiptar. Domethënë në çdo segment, në çdo cep të Shqipërisë po të shkosh ti shikon një atë situatë. Jo, ndërsa në Velipoj është zoti Lumaj, më bën çudi Juglindja. Do shohim lëvizje. Juglindja pothuajse është shkëputur nga Shqipëria dhe populli nuk lëviz. Më bën çudi edhe me popullin, se fundit pse do të presim nga Sali Berisha apo nga XY. Po më bën çudi edhe vetë populli. Po, duhet të kena parasysh Juglindja një masë e madhe e rinisë, sidomos rinia, ata që janë zemra ose shpirti i revoltës ose i reagimit, janë largu nga Shqipëria, janë në Angli, në Evropë, në Amerikë. Edhe kjo është ajo rezultati, domethënë që ka një heshtje, një mosreagim qytetar pasi rinia ka ikë. Edhe kjo ka qenë e qëllimshme, fillimisht nga qysh erdhin pushtetet e Rama kryoi kushtet pa dyrueshme të jetesës në mënyrë që të largohen shqiptarët, të largohet rinia dhe ky ta ketë më të lehtë qeverisjen, sepse në këtë gjys milioni shqiptar apo 1 milion shqiptar që janë largu tash 12 vjet nuk janë mbështetjet e Ramës, janë opozitarët e tij, ata që kanë të pakënaqur nga sundimi i tij. Prandaj edhe kjo është edhe rezultati i kësaj Ju mendoni se ka qenë një projekcion komplet ky shpopullizim dhe pastaj kjo lloj katrahure, po themi që po ndodh. Kjo ka pas disa
disa synime, domethënë në kuadrin e globalizimit, politikës sorosiane të globalizmit, Shqipëria ka qenë një eksperiment, domethënë sikurse e shikon Sorosi, ashtu e ka parë Rama që një Shqipëri pa kufij, një Kosovë pa kufij, që të hinë dalin njerëzit, shqiptarët të ikin kombe tjera, të mos njihen kombi shqiptar, mos njihet gjuha, kultura, traditat, këto vlera konservatore. Prandaj kjo është rezultati, pra Rama me këtë ka zhvilluar politikën globaliste të George Soros, por në ana tjetër, kjo shërben atij se me ikjen e shqiptarëve rritet mundësia e synimit të tij pafund, mbasi ikin kundërshtarët e tij. Dhe kjo është një politikë e thellë, e qëllimshme dhe sot ne po shohim rezultatet. Ju kuptoj. Po, shive, të rithemi përsëri pak tek aktualiteti. Rama para 2 ditësh, se bie 2 ditë më duket, ndryshoi qeverinë biles pat edhe disa ndryshime të pa pritura, si të pa menduara, siç ishte largimi i ministrës së jashtme zonjës Spiropali, apo ministrit të mbrojtjes, dhe se përballë u ndihej, dhe pa një lëvizje brenda qeverisë. Tani, mendoni se këto janë lëvizje të dëshpëruara të Ramës, apo çfarë Rama po do të përcjell mesazh me këto lëvizje? Po, këto lëvizjet në kabinet janë në stilin e Ramës, sa herë ka dështime, sa herë ka skandale. Ky dëshiron të si shes këto, sikur po bëhet një riorganizim, një riperskim i qeverisë me fytyra të reja, me figura të reja. Faktikisht, e vërteta është se Rama po i shet, ose po i largon gjithë ato që dështuan, gjithë ato që vollën, që nuk kanë gjapa ba, dhe po i largon nga qeverisja vetëm që ai të jetë aty. Pasi ndërsa ata vazhdojnë të jenë aty, edhe qëndrimi i tij në pushtet rrezikohet. Pra, ky dëshiron të pastrojë veten duke largu këto persona. Faktikisht, këto nuk janë e keqja më e madhe. Keqja më e madhe është vetë Rama. Rama dëshiron të shes ata, domethënë me një formë sikur përgjegjësia është personale, sikur ata të kanë shkel ligjin dhe ato vetë e marrin dënimin, pra përgjegjësia është personale. Faktikisht Rama është problemi kryesor. Ajo është e keqja më e madhe. Ajo është përbindshi, ndërsa këta janë metastazat e këtij korrupsioni masiv që ka zaptuar qeverinë shqiptare. Pra, unë e shoh këtë qeveri, sikur se ka thënë vetë zëvendësi i Ametaj, si një grup kriminal, një band kriminale, dhe aty ministrat, mendimi im, emërohen këtë formë, që kush është gati për të marrë një post të vjellë për vete, të vjellë për partinë, vjellë për Edi Ramën, mandej të jetë gati me ballë 2 vite burg. Si ka mundësi më zotin Lumaj, gjithta, se këta janë njerëz në shkollë, janë njerëz jurist, janë njerëz teknicien, dhe duke patër parasysh që Rama që nga ai që komando ka komplet pjesën e korrupsionit, si ka mundësi që këta njerëz me qenë kaq lepërusha të firmosin kaq thjesht dhe mos të kuptojnë që firma të çon në burg. Apo është ndoshta ajo nevoja e njeriut për pasuri, për pushtet. Jo, unë atë deshta ta përfundoj të më thonë 1 minutë më parë. Këto persona, këto ministra, drejtor, zëvendës ministra, gjithë kjo shpur hajdutësh, këto kanë ardhur me qëllim për të vjellë. Domethënë ka qenë një marrëveshje, mendoj unë, midis Ramës dhe tyre që të vjellin sa më shumë për partinë, për veten dhe për Edi Ramën, dhe mandej të jenë gatshëm për me bë 2-3 vite burg. Pra nuk ka asnjë surprizë këtu. Ato nuk i druan burgut se ka qenë një marrëveshje midis tyre. Pra këto, si mendon ti se nuk ja vlen të vjellen miliarde të sigurin të ardhmë tyre. Si përnë bësh burg? Apo thuj ti, bën 2 vjet burg edhe del milioner? Jo, ma ata kanë sigurit të ardhmen e tyre, të ardhmen e fëmijëve tyre edhe stërnipëve tyre, pra ja vlen të bash 2 vjet burg. Çfarë burgu bën ata? Ata bën burg me gjitha kushtet, me telefona, me televizione, me ushqime. Pra burgu i tyre është luks. Por shiko, mua si qytetar, unë nuk jam qytetar i Shqipërisë sot jetën në Amerikë. Pra unë jam thjesht e kam pasion të ndihmoj me idetë e mia popullin shqiptar. Pra nuk jam lidhur direkt me
pasojat e këtij shteti kriminal. Por mu nuk më intereson nëse ministrat futen në burg. S'më intereson. Të futen në burg. Mos i futen në burg. Merrni parë që kanë vjell. Ato na duhen ne. Ato duhen shqiptarëve. Se çfarë ndikon, si e ndikon shqiptarin nëse ti e fut ministrin në burg? As fare se ndikon. Kurse parat janë vjell. Pra, follow the money. Ndiqi paret, ku kanë shku paret dhe merrja të gjitha parave. Tu fillu tek më i larti deri në fundit. Se kjo është ajo që kërkojnë shqiptarët. Se Shqipëria nuk është vend i varfër. Shqiptarët nuk janë varfër, shqiptarët janë vjedhur. Shqiptarët janë plaçkitur, prandaj masa e shqiptarëve janë të varfër dhe pjesa tjetër janë të krimbur në para. Në fakt kjo që ju po thoni ka ndodhur edhe në reformën për drejtsinë, me fjalë që ishin ato ndryshime të mëdha, e hoqën nga gjyqtar, apo nga prokuror, apo ku diun që kanë qenë që dolën të korruptuar, që se kaloshin vettingun dhe ata u ktheshin avokatën ose mbashin milionat e tyre dhe nuk u konfiskua asgjë, me fjalë. Dhe kjo është vërtet e drejtë, kjo që thoni, por kjo është shumë pak që ngrihet si zë, ndoshta edhe nga vetë opozita. Po pra, kjo është ky pushtet është një nyje kërneqe që nuk kthehet kohaj. Domethënë, është bërë një sistem korruptiv, mafioz me lidhje të brendshme në Shqipëri dhe të jashtme që opozita shumë e dobët, shumë e paaftë që ta thej. Unë mendoj se një ndërhyrje e jashtme ndoshta amerikane mund të shkaklojë këtë bërtham kriminale që është instaluar në Shqipëri dhe unë jam i sigurt se do të vitë rralla. Domethënë Amerika është e përfshirë qeveria amerikane është e përfshirë me shumë konflikte mallore që konflikti ose problemi shqiptar është shumë i vogël, por jam i sigurt që po punohet në atë drejtim dhe shumë shpejt. Mendon zoti Lumaj që ky Edi Rama është pak si me fat, sepse edhe në 2019 ra tërmeti dhe nuk u mor kush me Ramën. Pas 2020 ishte pandemia, përsëris u mor kush me Ramën. Tani jo më larg se sot, për shembull, Amerika dhe Izraeli kanë sulmuar Iranin, pra bota po hyn në një spirale tjetër dhe mendoni që të jetë kjo vëmendja kaq e kthyer nga Shqipëria edhe me këtë lëvizje? Jo, unë lidhje me qeverinë amerikane përpara a duket si person me fat ngajherë për të keqen e shqiptarëve këtë, por a duket si person me fat Rama ngajherë? Po, aty pjesë e saj mund të jetë edhe fati, por Rama është jashtëzakonshëm me këto manipulimet ose me korruptimet dhe shitjen e domethënë jo vetëm të moralit të tij, por edhe të pasurive, të parave shqiptarëve vetëm për të blerë influencë të jashtme. Në këtë funksion edhe influenca e tij dhe joshja domethënë e familjes Trumpit me toka shqiptare, që nuk janë tokat e tij, janë toka shqiptarëve, edhe sigurisht largon vëmendjen domethënë edhe interesin e administratës amerikane që ta fokusojë komplet interesin ose vëmendjen tek Rama. Dhe këto janë domethënë pjesë e politikës së tij të ndyrë, të shitjes ndjerit për të blerë influencë tek Amerika, por jam i sigurt se fjalimet dhe direktivat që ka dhënë Trump dhe Zelenski i tij për të vendosur për të larguar diktatorët, pra nuk janë me studime diktatoriale, që nuk janë me vende që suportojnë drogën dhe ekonominë fiktive. Këto do të japin rezultat, por jo me një herë. Pra, rezultati politikës amerikane nuk mos pritet, domethënë me premë thik, por duhen muaj, ndoshta vite, pa duhet durim. Dhe kjo është ndoshta fati i Ramës që këtë periudhë kohë që sa të vi kohë që të ketë rrallën Rama, ky po e shfrytëzon për të ndajnë politikë. Unë mendoj se e vetme opozita shqiptare nuk është e zoja që ta rrëzoj Ramën. Duhet ndoshta edhe inkuadrimi dhe involvimi i diasporës shqiptare në këtë protestë, domethënë protesta mos jetë e izoluar me deputet shqiptar, me domethënë deputet e opozitës shqiptare, por të angazhohet diaspora, pasi ka një potencial të jashtëzakonshëm. Po do dalim edhe tek diaspora, por mendoj që pa dash me ndërprej mendimin tënd apo jo
të influencoj tek mendimi jot, po në them mendimin tim, që mendoj që edhe vetë opozita në një mënyrë në një tjetër nuk është se e ka ndoshta edhe me shumë pasion të bëjë ndryshimin e madh. Duket se edhe ata kanë rënë në atë dëshirën që le të rrim këtu ku jemi, mirë jemi, sepse jo se opozita nuk i ka kredibilitetet, jo se nuk i ka mundësitë, jo se si ka aftësitë njerëzore, qoftë edhe ku diun teknicientë e gjitha, por mënyra se si po vepron opozita është vërtet që lë shumë për të dëshiruar, sepse nuk e di. Opozita duhet të jetë më ndryshe dhe mua më duket se kjo nuk është opozitë. Gjithsesi, ky është mendimi im. Por jo, të lutem. Po. Që ta plotësoj këtë, do të ishte katastrofë nëse konstatimi është i vërtetë. Domethënë, nëse opozita nuk dëshiron të Asu nuk do doja, por thjesht po të marrim rastin e fundit, kur nuk shoh opozitë në rjoll, kur nuk shoh opozitë në Pogadec, në Korç, kur nuk shoh opozitë në Roskovec, kur nuk shoh një deklaratë të qënë, po të plot, të vetë liderit të opozitës për gjitha këto probleme, tani dyshimi lind dhe ti e di atë shprehjen që më shumë ëndra ka vrarë dyshimi se sa vetë dështimi, apo jo? Jam shumë dakord me këtë që thu, pra është common sense, është një kuptim i vërtetë i përgjithshëm, sepse nëse pushteti e bret shpresën shqiptarëve, shpresa mbetet opozita. Por nëse e bret shpresën shqiptarëve, madje kjo është marrë se vrasja kur pushteti e bret shpresën. Pasi opozita shpresa e fundit për një popullsi, për një shoqëri, për të zhvilluar, për prosperitet, për liri, drejta njerëzore, demokraci e tjera. Por unë nuk jam dakord me atë që thotë që opozita shqiptare i ka kushtet njerëzore, financiare e tjera, nuk ka numra opozita, nuk ka njerëz, nuk ka rini në Shqipëri. Të organizohet në diasporë, le të organizohet në diasporë, le të kërkojnë ndihmë diasporës, të organizohet. Ne kemi Greqinë të pa organizuar, paktu që kemi informacione të qarta, kemi Anglinë të pa organizuar, kemi Gjermaninë të pa organizuar, flasim për Evropën, për Amerikën nuk e di, ndoshta ju dini më shumë, por të ketë organizime në diasporë, të ndërtoj marrëdhënie me diasporë, ku dy pa të gjej format, a kupton ç'a do të them? Po, unë jam dakord që ndoshta riorganizimi i strukturave të Partisë Demokratike si në Shqipëri dhe në veçanti në diasporë nuk është në nivelin që duhet. Pra, ne shohim se politika dhe organizimi i Partisë Demokratike është më shumë në Tiranë. Në Tiranë bëhen protesta, në Tiranë bëhen takimet ato po faktikisht njerëzit nuk janë vetëm në Tiranë, domethënë duhet një angazhim i përgjithshëm, gjithëpërfshirë. Duhet nga vërmoshin konspol. Po, pra duhet kjo bëhet me struktura, duhet të ngriten grup seksione drejt të partive, grup seksione drejt të partive e Partisë Demokratike në rrethe e njëjta gjë në diasporë. Unë jetoj në Michigan dhe akoma nuk kena një drejt Partisë Demokratike këtu. Nuk kena unë kam qenë iniciator i disa herë i angazhimit të protestave, domethënë kur erdhi Edi Rama, kur erdhi Tanon Balla, apo angazhime tjera në shërbim si opozitar që jam, këto domethënë fal angazhimit edhe për krahas së miqve që kam këtu, kena kriju domethënë grupe me nocione të ndryshme, koalicione të ndryshme, aleanca qytetare. Po ka qenë një nisëm private, po themi, po një nisëm nga dëshira. Bravo. Po më një nisëm qytetare, po absolutisht. Por nuk kena strukturat mirëfillta të Partisë Demokratike. Domethënë, këtu kena pas shumë lider, deputet apo udhëheqës të Partisë Demokratike që kanë vizituar Michiganin. Ndoshta me prezencën e tyre kanë pas mundësi që të ndikojnë, që të bashkojnë gjithë elementet demokrat dhe opozitar ose antar Partisë Demokratike, simpatizantë që të krijojnë ta kenë një deg fuqishme Partisë Demokratike këtu, po kjo s'ka ndodhur. Dhe kjo është në atë që thuti që nuk ka pas një angazhim të diasporës. Dhe kjo që ndodh këtu, mund të jetë edhe në New York, mund të jetë edhe në Boston, mund të jetë edhe në Florida. Pra, di që në New York është një degë e Partisë Demokratike, po thonë që është e vdekur, pasi personi është emëruar, nuk është zgjedhur. Pra, gjithmonë kur emërohen njerëzit, atë emërohen për interesa meskine, personale, familjare, që nuk japin rezultat. Pra, duhet një angazhim, duhet të ndizet fryma. Fryma u prin
revolteve, jo njerëzit. Të gjitha këto faktorë që ne po i përmendim, pra të gjitha këto, thash me çojnë tek ai dyshimi i madh që ndoshta dhe opozita ka rënë atë apatinë e vet që kaq bëjmë, jemi mirë këtu ku jemi. Pra edhe unë uroj mos të jetë kjo, por të dyshoj më lindë drejta. Kam të drejtë të dyshoj sepse kur nuk shoh organizim, pa thash Greqinë e ketë pa organizuar, Anglia e pa organizuar, Gjermania e pa organizuar, po flasim shtetet tona rreth e përqark në Evropë. Edhe Italia ndoshta pak më mirë, ndoshta apo se di, por kemi pra lideri i opozitës vazhdon dhe nuk ka kontakte me të huaj që shkojnë në Shqipëri. Pra janë disa problematika të ndryshme që opozitit edhe ndalojnë, por edhe vetë ndoshta opozita stepet apo stopohet. Po unë jam dakord. Më fal për shumë ndërhyrjen se po në formë dialogu. Po kjo është bashkëbisedim, dhe ndaj mendimet patjetër. Po shiko them këtë që është dëshpëruese që domethënë në krye të opozitës shqiptare është një, do themi, nuk është ofendim të themi moshuar, domethënë që ka dhënë kaq shumë, ka 35 vite që jep për demokracinë, është një burim i pashtershëm energjiet për lirim, për demokracinë, ka bë domethënë vepra të jashtëzakonshme në shërbim të shoqërisë, demokratizimit, zhvillimit ekonomik, zhvillimit shoqëror shqiptar, ka lënë një histori të jashtëzakonshme pozitive në Shqipëri dhe një emër të madh në historinë e kombit shqiptar, sidomos edhe me integrimet e Shqipërisë në strukturat evropiane, euroatlantike e tjerë. Absolutisht. Them që jam i kënaqur me që shoqëria shqiptare akoma ka një lider në moshën 90 vjeçare. Kjo nuk më ngin. Unë nuk jam me kultin e individit. Mu pëlqen rinia, mu pëlqen njerëzit, mu pëlqen rotacionet. Rotacionet duhet të jenë jo vetëm në pushtet, po edhe në opozitë, që të kena një frymë të re. Se fryma u prin masave, nuk u prin personi. Unë nuk e njoh kultin e individit, nuk e njoh fare. Po, jo, no, mu fryma re. Unë u jap shembullin tim. Unë kisha një shoqat krajnore Kastati. Edhe e mora nga zero, nga fundi, e ngrita, u zhvillu shumë, isha në kulmin e këtij aktivitet, 3 vjet, u tërhoqa. Më thoshin njerëzit, mos u tërhiq se bën kush më mirë, do të shkatërrohet shoqata. Unë mendova ndryshe. Shoqata vazhdon, ka njerëz të ri, vjen me burime të reja, me njerëz me ide të reja, me aktivitete të reja. Edhe unë po vazhdoj të jap kontributin tim dhe shoqata vazhdon. Ky shembull duhet ta ketë Partia Demokratike. Të jepet mundësi të rive. Dështoni parë tjetri, se shoqëria gjithmonë jep, prodhon. Jo vetëm energji, prodhon. Liderët lindjen, ato kur nuk i mungojnë shoqërisë. Pra nuk duhet të jemi me këtë princip që ky është më i miri dhe nuk e askush tjetër. Ky është i pazëvendësueshëm. Po iku ky gjithçka shkatërrohet. Ndoshta aty fillet të ndërtohet e mira, e reja, të bukura. Prandaj unë jam që nëse Sali Berisha u kam kënë mbështetësi ti për më shumë se 30 vite, edhe mbështes prapë. Pra unë kam u jetë në rrezik për aktivitetin politiken dhe Partinë Demokratike dhe Sali Berishën, kur kam kënë Shqipëri dhe më vonë. Por nëse Berisha e sheh se do të ketë një rotacion politik këtë vit, le ta mbaj pushtetin, le ta mbaj Partinë Demokratike dhe opozitën, le ta vëzoj këtë pushtet këtë vit dhe shqiptarët shohin një dritë dhe një zhvillim dhe një të ardhme në Evropë. Por nëse Berisha e sheh pamundur, nëse pret zgjedhjet e ardhshme mas 3 vitesh, atëherë sot deri në 3 vite unë mendoj që një figurë tjetër brenda Partisë Demokratike që janë shumë njëri i edukuar në perëndim që mund të jetë po e zam, po jap një shembull se janë shumë Berind Kylliçi apo Jozefina Topalli apo janë shumë aty në parti me përzgjedhje, pa ndaj preferencë personale që mund i prin kësaj lëvizje dhe ndoshta edhe rotacioni vjen më shpejt. Kush është mendimi jot për Saliani? Për shembull, ka ose ta bëj pyetje pak më ndryshe. Ka mundësi sot ka tagrin Partia Demokratike sot që të përjashtoj njerëz nga partia thjesht pse ka një mendim apo pse ka një ide ndryshe apo diçka? Jo, ajo në forma se si e thu ti, sigurisht që nuk mund të përjashtohet tjetri për mendime ndryshe.
por nëse ndërprimtaria, sepse partia është një grup njerëzish që mendojnë, ka një qëllim, ka një statut, ka një program, ka një vizion, por nëse një person brenda partisë vjen me qëndrime, me sjellje dhe veprime që cënojnë integritetin dhe rrugën e kësaj partie, atëherë sigurisht ka dhe përjashtime. Unë nuk jam kundër përjashtimeve, se statuti atë ka dhe rregullin, ka dhe formën e zgjedhjes, ka dhe formën e përjashtimit. A do ishte më mirë që të bashkoj ky grupi Saljani, nëse mund ta themi kështu, dhe të gjejnë mënyra që këta të përfaqësohen në bindje dhe të jenë bashkë, apo të gjejnë mënyra e përjashtimit, sepse nëse e shohim, Saljani dje ishte i burgosur politik i demokracisë. Sot është ai që duhet të përjashtohet. Por nëse i bie kështu, dje ishte me Bashën Saljani, pastaj u bë me Berishën. Gazbardhi ishte me Bashën, u bë me Berishën. A mendon që është Fryma Basha që komandon Partinë Demokratike? Ja, Fryma Basha është e vdekur, por gjithmonë Partia Demokratike ka dhe do të ketë eksponentët aty brenda. Jo, është Fryma oportuniste brenda partisë që edhe vetë Berisha ndoshta ka një faj këtu që ka kriju një leadership, domethënë personal, domethënë tu ju mos dhanë shumë liri apo mundësi të tjerëve që punojnë vetë, sepse punën e shumët e ka bërë Berisha vetëm për 30 vite. Ai ka qenë punëtori kryesor që ka ngritë, ka mbajtur Partinë Demokratike. Ja ka mbajtur njeriu të fjalën Berishës, Valentin. Po jo, nuk është Berisha, nuk besoj se ka qenë diktator në atë kuptim, por ka qenë i dijshëm, më i zotshëm se të tjerët. Dhe kur e sundon ose drejton me punën tënde, domethënë shumë nëse e drejton partinë si person, mos u dhan mundësi të tjerëve që të zhvillohen, atëherë aty mblidhen oportunistë. Domethënë njerëz qylgji që shfrytëzojnë rastin, i tillë ishte edhe Basha, i tillë është edhe Saljani. Pra këta janë oportunistë. Saljani për mendimin tim ka një moral të dozuar, domethënë ka një moral të mirë politik, se bani burg për domethënë i vit ose 2 vjet burg, ku diun sa bani për ato akuza politike, ku diun, por ka një moral të keq, domethënë nga ana e moralit të tij, me ato lidhjet e pa moralshme me një kolege deputete që këto nikojnë politik. Unë këtu në Amerikë shihen këto. Okej. Që mos të ngelim shumë te kjo pjesë, kupton se tash këto janë probleme që pak a shumë dihen, por thjesht ne përpiqemi të kuptojmë diçka dhe nga ju që keni veprimtari, jetoni jashtë, kupton, dhe ke parasysh kur i shef gjërat nga jashtë, shikoni pak me logjikë më të ftohtë, edhe me një arsyetim pak më ndryshe, se të mëson vetë vendi ku ne jetojmë. Por do doja si e ke lexuar takimin apo vizitën e Ramës në Bordin e Paqes, që ishte para 2 javë, mos jo shkakami më para 1 javë, diçka tillë. Dhe madje ju keni patur edhe një reagim me një letër të hapur që e keni dërguar shtëpisë së bardhë. Pra, kush është këndvështrimi i mendimit tuaj të asaj vizite, dhe çfarë mund të thoni diçka më tepër që mund të keni lexuar apo mund të keni dëgjuar atje në Amerikë për vizitën e Ramës, apo në përgjithësi ndoshta edhe për Bordin e Paqes? Po, sikur se kam thënë, ftesa për të marrë pjesë në Bordin e Paqes ka qenë një ftesë për Shqipërinë si partnere strategjike dhe aleate e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në ky version edhe presidenta Trumpit i ka bërë ftesë Shqipërisë, dhe me sa di unë presidenti i Shqipërisë, jo Edi Rama, dhe sa presidenti e ka delegu këtë ftesë tek Edi Rama. Dhe Partia Demokratike e dërgoi në Shtëpinë e Bardhë pastaj në votimin që bëri në parlament. Do ta thëni këtë? Po, unë jam kundër kësaj, domethënë e thash edhe në fillim që Partia Demokratike duhet të bëjë divorc dhe të ndajë sikurse ndahet e bardha nga zeza. Po pra, sepse PD-ja ja dha mundësinë me votat e veta, sepse atë po them nëse më lejon që sikurse ndahet e bardha nga zeza, sikurse ndahet e keqja nga e mira, sikurse ndahet vaji nga uji, shapi nga sheqeri. Në këtë formë Partia Demokratike duhet të ndajë çdo bashkëpunim, çdo marrëveshje, çdo kontakt, çdo ofrim ose ofertë ose marrëveshje të këtij lloji me pushtetin. Sepse çdo
manovrim, çdo marrëveshje, çdo kontakt që ka me Edi Ramën, aty këta vetëm i japin jetë dhe mbajnë pushtet. Pra, unë si qytetar amerikan, i kam shkruar një letër presidentit Trump, pra si qytetar amerikan, që të shmang çdo kontakt, çdo ftesë, çdo takim zyrtar me Edi Ramën, mbasi ky person po i shfrytëzon këto lidhje, këto kontakte, këto ftesa, si meatim, apo si endorsement, apo si meatim të politikave të tij dhe pushtetit të tij, atëherë kjo dëmton demokratinë shqiptare dhe nëse unë i kërkoj presidentit Trump të mos ketë kontakte me Edi Ramën, atëherë Partia Demokratike jo që jo. Partia Demokratike nuk do të asnjë marrëveshje, asnjë kontakt, asnjë në parlament, në rrugë, në zyrtarisht, në asnjë formë. Basi në këtë formë ndahet nga e keqja. Pra nëse don të krijosh një frymë të re, ndaj komplet nga politika e Sorosit, nga politika e Edi Ramës dhe frymëzo një frymë të re. Jashtë kësaj, jashtë korrupsionit, jashtë drogës. Shqipëria është konsiderohet si narkoshtet. Prandaj në këtë formë, domethënë ja përgjigjes pyetjes tuaj që Partia Demokratike ndihmoi ardhin e Ramës në Washington. Por si të qoftë, vizita e tij unë nuk më surprizon, pasi nuk është meatim ndaj Edi Ramës, nuk është përgëdhelje, as një meatim ose Trumpi vetëm thjesht e prezantoi si kryeminist i Shqipërisë, ndërsa për të tjerët foli pak më gjatë për këtë kaq, kupton dhe detajet nëse shohim gjuhën që përdori Trump apo edhe gjuhën e trupit nuk kishte në interes. Nuk kishte interes fare për të zhvilluar biseda apo për ta joshur Ramën. Megjithëse Rama është shumë i aftë të kap këto momente me ato buzëqeshje, shtrëngime dursh apo ku diun rrahje krash që janë shumë të ulta. Ju keni pa vetë ato qasjen e tij ose për ulësinë e tij ndaj liderëve, domethënë sidomos ndaj Italisë apo të tjerëve. Milonit atë e ka. Bravo. Aq më tepër ndaj presidentit më të madh të botës. Por siç thash, politika presidentit Trump po bën një politikë më të mirë në interes të Amerikës. Pra edhe vizita e Ramës nuk është aprovim ndaj Ramës, por është interes i Amerikës për të pas njerëz aty që financojnë. Bordi i Paqes është një fundacion. Pra është bordi i Paqes, por aty qëllimi është për mbledh pare, për me bën një projekt stërmallor për me rindërtu Gazën, nuk është me vendos paqen, se paqja është vendos. Apo jo, paqja është vendos midis Gazës dhe Izraelit. Por sot po mlidhen kombe shtetet ndryshme me qeveri kush jep më shumë për të rindërtu Gazën dhe qëllimi kjo është Trumpi që të ketë shiko, Vali, që të ketë sa më shumë shtetje ndërkombëtare në trashë të Shqipërisë. Mbasi dollari, për ne këtu dollari është lëshil. Siç kush e vjen nga Shqipëria, nga Rusia, nga Kina, nga Amerika, dollari është një njëjtë dhe politika e Trumpit në bordin e Gazës është politikë ekonomike për të rindërtu Gazën, jo për të mbështetur Iranin. Ju kuptoj shumë drejt, por a mendon, shiko, të shohim ndoshta ose të japim një opinion, ndoshta një këndvështrim pak më të gjerë. Duke patur parasysh që shtetet e mëdha të Evropës kanë dërguar vëzhgues, nuk kanë qenë pjesëmarrës. Dhe duke patur parasysh që Shqipëria është një shtet i vogël mes të Evropës, dëshira për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe shpesh ka shumë kritika, mbajsa kam patur mundësi të lexoj edhe nga shtypi huaj që ky bordi i paqes mund i biesh edhe OKB-s. A mendon që në një kohë të ardhshme Shqipëria mund të gjendet mes dy zjarreve me këtë bordin e paqes? A mos duhej të ishte pak më e kujdesshme në angazhimin? Shiko, politika e Ramës nuk është politikë largpamëse, absolutisht. Rama e bën politikën e çastit. Pa çfarë shërben Ramës këtë moment, sot. Ai nuk mendon se sepse mas po e zam një viti, mas 2 vitesh, mas disa vitesh nëse Rama është pushtet, ai do gjetë forma të tjera atë momentit për ta shfrytzuar rastin. Pra mos të gjykojmë, mos të harxojmë kohën me se Rama ka është në një vizionar apo që po punon në interes Shqipërisë. Absolutisht jo. Politika e tij është si ai të rinë pushtet sa më gjatë. Dhe në këtë formë të centralizojë gjithë ekonominë, gjitha paret, gjitha fondet, gjitha pushtetet
dhe kështu ta bajnë Partinë Socialiste dhe të realizojnë amanetin edhe të parëve të tij që komunistat dhe socialistat janë pa vdekshëm apo politikat faktikisht nuk janë as socialistë as komunistë, ta janë njerëz lirë, ka falë Zoti si njerëz si racë ariane por shqiptarët nuk e dinë se janë konservatorë, ata nuk e dinë se shqiptarët e duan Zotin, e duan familjen, e duan kombin, e duan kulturën, e duan xhubletin e Xhamadanin, apo jo, e duan kufit e mbyllën. Pra këta janë vlera, e duan shtetin e drejtës, e duan qeverinë e vogël. A kupton, këta janë vlera komplet konservatore, këto nuk janë vlera socialiste, as globaliste, as komuniste. Por për interesa të ditës shqiptarët ekonomike, të bukës gojës ndonjëherë detyrohen që të shesin këto parime në mënyrë që të mbijetojnë. Dhe ne kjo na ka ndodhur shpesh herë në histori, në epoka të ndryshme fatkeqësisht. Shiko zoti Lumaj, të shkojmë pak në Amerikë atje ku ti jeton. Falë që të them ti kështu në mënyrë miqësore. Lëvizja e diasporës ose diaspora po lëviz, ka ndonjë gjë që diaspora po ndryshon diçka edhe atje në Amerikë. Pra duhet diaspora, e tham në mënyrë përcitas gjatë bisedës, po e duhet diçka më konkrete. Diasporas çfarë duhet të bëj? Duhet diasporas të organizohet fuqishëm dhe të idealizohet vendet? Them drejtën, në rrafshin politik është dështim, domethënë nuk ka ndonjë organizim të diasporës për të ndihmuar politikisht shoqërinë shqiptare apo partitë politike atje. Po, ka strukturat Partisë Socialiste, paktën këtu në Michigan, janë strukturat e patronazhistëve që pa dukshme në ndeshme takohen, bisedojnë, bëjnë plane, vëzhgojnë, na survejojnë, edhe unë jam i survejuar në tankohen. Edhe le të kalojnë kohën. Se vëm dyshim atë. Po, e di edhe kush janë, por domethënë këta e kanë këtë pasion, këtë lidhje njëri me tjetrin shumë më qarta dhe më konkrete se sa pjesa tjetër e opozitës. Ndërsa në rrafshin shoqëror, organizativ, në Michigan dhe shtetet tjera ka pas një aktivizim dhe ringjallje të diasporës. Vetëm Michigan janë, ku diun tash, kryesore janë mbi dhe shoqata, që kanë struktura, kanë potencial njerëzor, kanë potencial ekonomi dhe kanë aktivitet, kanë zgjedhje demokratike, bajnë domethënë janë të jashtëzakonshme me ato. Nuk shikohet mundësia, zoti Lumaj, të ngelim pak tek pjesa politike. Nuk shikohet mundësia që diaspora të ketë një lëvizje politike të vetëm dhe të ketë një ndikim politik edhe për Tiranën. Po kjo është ishte diçka të vështirë, shihni shumë. Po shiko, gjithmonë kjo varet, domethënë nuk ka ndonjë interes direkt të shqiptarëve diasporë që të krijojnë një strukturë që të kryejnë ose të ndihmojnë për një rotacion politik në Shqipëri. Pra gjithmonë gjithçka fillon nga Shqipëria këtu. Këtu njerëzit nuk kanë ëndra, nuk kanë ambicie të shkojnë të jetojnë në Shqipëri që drejtojnë një parti, e kanë jetën këtu. Ata po e shohin, janë zhgënjym. Kjo është arsye që janë larguar, se janë zhgënjym apo jo, se gjithve mu më kanë zemra që të kthehem në Shqipëri të jetoj atje. Por nuk kthehem dot se kam fëmijë, kam familje. Unë do ta ndërtoj jetën për fëmijët e mi, ata janë parësor sot. Kurse kjo puna e politikës, pra sigurisht se shohun si pasion që dëshiroj të ndihmoj Shqipërinë, kështu janë shumica të tjerëve. Pra nuk ka ndonjë vullnet ose dëshirë ose plan të figurave domethënë karizmatike këtu që të kenë një organizim strukturor për të ndihmuar ose për të qenë faktor në Shqipëri. A duhet, zoti Lumaj, sepse kemi parasysh 2017-ën emigracionin në Rumun për shembull, që shkoi, ndroi qeverinë atje, bëri protesta gjitha. Ose mos shkojmë atje fare, ne dimë shumë mirë që edhe pavarësinë e Shqipërisë, edhe diaspora ishte ajo që rinjtas e diaspora ishin ata që kontribuan në pavarësinë e Shqipërisë. Dhe sot Shqipëria nuk them thjesht, nuk duhet të themi thjesht shteti, sot është kombi në rrezik. Dhe e shihni si me fjalë, a duhet diaspora
të dalë përtej asaj bindjes e majt e djathtë, po të ketë një organizim, ose çfarë duhet të bëj diaspora? Unë e shoh këtë, domethënë, ndoshta e di që politika aktuale, domethënë pushteti aktual në Shqipëri nuk ka interes që ta integroj. Diskutohet, ajo absolutisht jo. Por asnjëra palë mendoj. Po. Por nuk kam pas në një dëshirë apo një punë konkrete të opozitës që të integrojë, domethënë, diasporën në strukturat e saj, domethënë. Pra gjithçka fillon nga Shqipëria, ata që kanë timonin dorë, ata kanë edhe përgjegjësinë dhe japin e drejtimin. Domethënë ne kena marrë këtë vendim, jena integru në këtë sistem jetese në Amerikë dhe tjerë në vende tjera. Dhe domethënë vetëm nëse shihet një qasje e ndershme dhe drejt për drejt, nuk po them e pushtetit, po e opozitës, Shqipëri për ta integruar diasporën në proceset demokratike dhe në strukturat, domethënë potenciale për deputet, për bashki, për domethënë vende tjera që të joshin, atëherë do të ketë një ringjallje diasporës. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë pse unë jam një për shembull që e kam pasion, nuk kam ndonjë dëshirë në një ëndër që të jetoj atje. Por problemi është të tjerët. Këtu ka njerëz që shkollohen, që mbarojnë universitete jashtëzakonshme, janë shumë të aftë, të zgjuar me një kulturë të re demokratike, dhe sikur të jetë një program të Partisë Demokratike ose forcave për të integruar, për të josh marrë këtu, ose marrë me shkollë në Shqipëri, atëherë këtu fillon interesi, se kjo është. Ju kuptoj drejt. Unë kam pasur edhe në një emision me një të ftuar tjetër, thash një mendim timin edhe përsëri edhe sot dhe këtë mendim. Me fjalë, ne jemi ai brezi ndërmjetëm, i brezi të ri që lind apo që është rritur në diasporë dhe me prindit apo me brezin më të rritur, me fjalë që janë në Shqipëri. Dhe biles pa të hedh një mendim dhe e kam mendim timin. Them, pse duhet të vi qoftë një diplomat, qoftë një ambasador, qoftë një punojës ambasade të vi nga Tirana, duke patur parasysh që këtu mund të ketë shumë njerëz, jo mund të ketë, por ka njerëz shumë të shkolluar, të rinj shumë të mirë, që mund të bëjnë shumë mirë edhe pjesë pra të jetë një mënyrë për të lidhur, pse jo edhe më shumë me Shqipërinë. Pse duhet vi qoftë shoferi nga Tirana, shoferi ambasadorit vjen nga Tirana, dhe ndërkohë që diaspora, pra mora vetëm thjesht një faktor, një hall. Pra mund të ketë shumë mundësi të tjera që diaspora të përthiset apo të ketë programacione të mirëfillta për diasporën. Dhe do vinë zgjedhjet, zoti Lumaj. Përsëri do kërkohet vota diasporës. Po a duhet diaspora të ketë vendet e veta në parlament, të ketë mundësi të votojë për veten e vet, për njerëzit e vet, të ketë pra ai kodi zgjedhor që këta dalin e protestojnë dhe me gjasme shahen njëri me tjetrin, por më duket se kodin zgjedhor dhe reformën territoriale janë bashkë. Po, jam shumë dakord. Më thanë tek ajo që e theksove në fillim, që hapësirat dhe mundësitë për diasporën për të josh që të kthehen në Shqipëri janë shumëta, jo vetëm në politikë, por edhe në ekonominë, biznes. Në shumë fusha, pa që të ketë mundësia që të kontribuojnë, të ndihen kontributor për vendlindjen. Nuk bëhet fjalë për thithjen e trurit shqiptar nga diaspora, por për thithjen e ekonomisë, të financave, të investimeve publike. Por kjo duhet të jetë një besim reciprok, një klimë sigurie, domethënë e rendit publik dhe e politikës, që nëse këto kushte realizohen, mandej edhe ne, edhe unë, më i parë të tjerë, do të fillojmë të kena interes më kthy me jetu atje. Por përdesa këto mungojnë, pra nuk besoj se ka në një lëvizje e qasje të shpejt. Ndërsa tek pjesa e dytë, opozita shqiptare në zgjedhjet e fundit, po tek zgjedhjet e fundit, opozita shqiptare e buri theksin tek diaspora, viti diasporës, apo jo. Pra, për mendim dhe ishte pak një hipokrizi, dhe më thanë, e opozitës për ndaj diasporës. Pra, kjo nuk besoj se ka ndiku shumë mirë për zgjedhjet e ardhshme, pasi ne besojmë shumë tek tjera që na bahen.
oferta që na bëhen, por zgënjehena dhe nuk besojmë dytën herë nëse për një rast dytë, a kupton? Prandaj duhet të jetë shumë kujdesshëm me premtimet dhe ofertat që bën ndaj diasporës, sepse ne nuk kena nevojë. Unë jam integruar këtu, domethënë unë ka qenë një angazhim personal imi vjet për të qenë në politikën shqiptare. Domethënë ka qenë një dëshirë jo shumë e menduar mirë, jo shumë e thedhuar apo i bindur, sepse në gjitha anët ishte një dëmtim nga ana ime ekonomike, familjare, sociale, domethënë se unë s'kam nevojë. Por ishte thjesht një dëshirë, një pasion për të ndihmuar Partinë Demokratike, me atë potencial që kam, atë energji ose lidhje ose gjithë ato që unë mund të jap Partisë Demokratike dhe sikur që jam unë di këtu shumë që kam pas dëshirë, por dhe duan të jenë pjesë e politikës shqiptare, por nuk arrin për arsye se nuk kanë besim. Për arsye se nuk kanë besim, domethënë, edhe prandaj duhet të jetë një politikë ndershme, një qasje ndershme ndaj diasporës, sidomos në anën politike, që të ofrohen njerëzit, se diaspora ka njerëz të jashtëzakonshëm që mund ndihmojnë dhe mund të ndëshojnë paqen atij vend, por nuk ka, domethënë, një bashkëpunim, një ofrim të ndershëm midis atyre që janë atje në Shqipëri që drejtojnë, pra që janë timon dhe neve që jena këtu. Tek bota e diasporës ka shumë mangësi, domethënë këtu në Michigan nuk ka një konsulat. Domethënë njerëzit vjet vujtën që të kenë dokumentat, një kartë identiteti apo një pasaport. Por vujnë më shumë ti jo vetëm për këto, por për certifikatat të lindjes, për martesa, për vdekje, raste vdekjesh. Pra janë mangësi që këto kanë qenë qëllimshme që të izolohet diaspora më shumë, jo të integrohet. Pra nëse ne këtu në Michigan kena një konsulat, dhe jo vetëm në Michigan, por edhe në shtete tjera ku ka shqiptarë me shumicë, ta kenë konsulat, nëse konsulata nuk kushton asgjë, sepse shërbimet konsullore i mbulojnë shpenzimet. Atëherë kush e pengon? Pra nuk është vullneti i qeverisë që të ketë konsulat, se në këtë formë integrohen dhe rriten mundësitë e ofrimit të diasporës në zgjedhje apo në forma tjera, të pas dokumente, të pas shërbime. E ka patur në program Partia Demokratike të pjesën e shtrimit të trupit diplomatike edhe në shtetet tjera amerikane? Po, unë në një komunikim publik, më mend që Dr. Berisha e premtoi nëse fiton zgjedhjet që të ketë një konsulat në Michigan. Por po premtim, por domethënë ai varet nga pushteti, se ky s'ka pushtet që Berisha s'ka pushtet. Ja, absolutisht e dim, po thjesht por di që them në këtë pikë si ide. Po një lajm që ta jap në këtë pikë që është pak a shumë politik, po jo shumë politik, domethënë unë kam marrë iniciativë që unë e quaj mallore, mbasi kena shoqata detare të fuqishme me potenciale të jashtëzakonshme, unë kam përgatitur një draft propozim për të krijuar unionin e shoqatave adhetare në Michigan. Dhe ditën e hënën kena mbledhjen e parë, që është data 2 mars. Është data 2 mars në si frymëzim edhe në respekt dhe në përkujtim të 2 marsit të lidhjes së Lezhës, pa kur u kriju shteti i parë Skënderbeut, dhe në këtë përgjithësim ne mendojmë të krijojmë një lidhje të shoqatave në përgjithësim ndoshta minor të lidhjes së Lezhës. Pra, shumë interesante. Për aty mund të ketë shumë projekte jo krahinore, projekte që emulojnë e tekalojnë nivelin krahinor, dhe dalin në nivel kombëtar, ku mund të jetë edhe konsulata, kërkesa masive për një konsulat në Michigan, ku mund të jetë festimi i festave kombëtare, për shembull festa mujit, një festë në Michigan. Këtu jena dëshmitar që festojmë 3-4 festa ose më shumë, domethënë festa të ndryshme të flamurit apo të pavarësisë në Michigan. Kisha, xhamit, shoqatat e festojnë veçmas, pse mos kena një festë si shqiptar në një flamur. Kjo është një mision që besoj ta ketë ky grup nëse realizohet ditën e hënë, ose është një projekt që ka mbet në zyrtarët e Parlamentit shqiptar, një propozim që është bashkë vitin 2019 për shpalljen e Gjergj Kastrioti Skënderbeut ati kombi shqiptar. Pra,
Gjergj Kastrioti është heroi i kombit. Është heroi i kombit, po. Po pra, kombet e mëdha, kombi amerikan, kombi indian, shumë kombi kanë themelusin ose atet kanë themelusit e kombëve tyre. Gjergj Kastrioti është Sigur ka Turqia që marr Ataturkun, për shembull. Turqia moderne ka që marr ose Gandhi, ose George Washington. Po. Ta ketë Shqipëria themelusin atin e kombit, ose baba i kombit. Ne kemi ati se kjo është gjuha e pasë shqiptare atë. Që vjen nga fumune e pakëzimit në emën të atit e të birit. Pra, shqiptarët ta kenë themelusin e kombit, atin e kombit, si pasaport identifikuese për gjithë shqiptarët, për breza e sheku që të vinë. Shqiptarët u themeluan, kombi shqiptarët u themeluan nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ky projekt ka qenë përgatit si propozim, është shumë shkencor, shumë i detajuar nga profesorët më të mirë shqiptarë, janë rreth 15 profesorë shqiptarë që kanë përgatit, dhe janë komplet elita intelektuale dhe e figurave emblematike në diasporë, kulteve fetare, shoqata ndryshme është një masë e madhe që kanë firmos, unë kam qenë iniciator i kësaj. Kjo kërkesa është depozituar në vitin 2019 në gjitha institucionet shqiptare edhe në Kosovë, por në atë kohë opozita nuk ishte në parlament dhe për arsye se duhej një ndryshim në kushtetut ka mbetë në zyrtar. Dhe është ta riaktivizojmë këtë propozim. Do të kishte qenë një vepër madhështore në shërbim të ruajtjes së identitetit të kombit shqiptar, se shqiptarët kanë heroin kombëtar, po hero është Gjergj Kastrioti nuk ishte hero, vetëm hero. Hero është i luftëtar. Ai ka qenë politikan, bashkoi kombin. Po, ai ka qenë politikan, ka qenë diplomat, ka qenë mbrojtës i vlerave jo vetëm krishterëzimit, po civilizimit evropian. Absolutisht. Dhe në këtë kuadër edhe më e fuqishme është ka themeluar vetdijen kombëtare. Shqiptarët kanë qenë të shpërndam nëpër fisë principata dhe lidhja e Lezhës ishte e para ku shqiptarët u ndihen si komb. Fillon të kuptojnë shtet formimin. Po shiko, ti je komb, nuk mjafton gjuha, kultura apo vjetërsia, duhet të kesh një organizim shtetit. Shteti është elementi bazë i një kombit. Sigur janë kurdët. Për shembull, Kurdistani është komb, po s'ka shtet. Po, ti je komb, duhet të kesh shtet. Po, ke një origjinë, do të thonë, nuk i mohojnë kulturën si shqiptar. Shumë interesante, por ose e keni në projekcion apo në një pikë të këtij statuti të këtij unioni që të ndryshojë një dhënë politik apo të kalojë në si thosh në lëvizje politike apo të propozohen ndryshime zgjedhore ku diun. Jo, shoqatat janë abdetare, janë domethënë me bazë qytetare, pa parti. Shoqatat nuk përfaqësojnë vullnet politik, domethënë aty janë partive të ndryshme dhe në asnjë rast nuk do të përdoret gjuha politike apo programe politike, mbasi aty fillon edhe devijimi nga karakteri i këtij grupimi. Pra, do të jetë vetëm për çështje dhe projekte kombëtare. Kombëtare, shumë interesante, vërtet shumë interesante dhe po më pëlqen ideja dhe uroj që të marrë jetë dhe të ketë sa më shumë zë dhe sa më shumë përkrahje dhe të arrijnë ato qëllimet që ju ja keni vënë vetes. Zoti Lumaj, dua të pyes për shoqatën Vatra. Shoqata Vatra ne e dimë gjithë është ajo që ka qenë një nga shtyllat më kryesore të diasporës, ka qenë ajo që në kohën e Nolit apo në vazhdimsi, pra që ka qenë gjithmonë një lubuse, një zoj fuqishëm, ka qenë një çadër e diasporës, jo vetëm e Amerikës, por në përgjithësi shoqata Vatra ka qenë vërtet një shtyllë e fuqishme. Dhe më shtyu që t'ja bëj këtë pyetje edhe një shkrim i juaj, para dje mos jo gabim, që shoqata Vatra ka probleme me ligjin, me borxhe, etj, është pezulluar nga Gjykata Supreme. Pra, kush është e vërteta shoqatës Vatrës? Çfarë po ndodh? Po, Andrejt, pra që e cek edhe këtë çështje, që ta kena një marrëveshje bashkë, Vatra është një federat, domethënë nuk është shoqat. Pra, Vatra është themeluar në vitin në meset e prillit të vitit
1912, pra i bjen rreth 6-7 muaj para shpalljes së pavarësisë. Dhe i ka paraprit shpalljes së pavarësisë. Por ka qenë një bashkim i nuk e di 7 apo 9 shoqatave. Kanë qenë me Mdheu Dallë Ndyshi, Jakombi, domethënë kanë qenë disa shoqata që janë shkrinj dhe kanë kriju federatën. Po federata e bashkimi i shoqatave. Pra Vatra është federatë. Quhet Federata Panshqiptare Vatra, e Amerikës Vatra. Pra, ndjes për gabimin jo, s'ka problem. Nga ana terminologjisë, jo nuk është teologjisë. sepse më thon drejtë jemi mësuar shoqata dhe Vatra hasim shumë pak si terminologji. Mos u ndjekesh, është thelbi nuk është ky. Po unë thash thjesht për shërim. Por Vatra nuk është vetëm dje, vetëm sot apo vjet, po ka 4 vite që po lëngon një situatë të gjendjes kaotike, domethënë edhe bazës ligjore, domethënë kanë ardhur për mendimin tim kanë ardhur disa njerëz aventurier me qëllime, dikush thot me qëllime për ta prish, dikush për ta vjell, por për mendimin tim janë aventurier që po përdorin për qëllime personale, për qëllime ndoshta financiare apo për përfituar me të marrë emër të qenë krye të shoqatës, por nuk i lidh asgjë. Nuk i lidh aps aktiviteti domethënë lobues apo roli i saj si avokate e drejtave shqiptare, çështjeve shqiptare në Washington, por thjesht po e kanë marrë pezull, e kanë marrë peng dhe nuk e lëshojnë. Vatra i pati zgjedhjet ose kuvendin e saj 2022, kam qenë delegat, kam qenë zyrtare i kësaj federate për disa kohë. Aty ndodhi një u drejtu kahu, domethënë zgjedhjet nuk ishin ndershme, domethënë u manipuluan. Kuvendi nuk i mbaroi punimet, domethënë nuk u zgjidhen strukturat, se strukturat e vatit duhet zgjidhen, jo të emërohen, domethënë, por faktikisht çfarë ndodhi, për arsye kohe nuk i mbaroi punimet, pra as nuk u miratu kushtetutari, as nuk u zgjodhen strukturat, domethënë kryesia, këshilli, kryetari i këshillit, apo struktura kryetari, nënkryetari, gjitha duhet të zgjidhen, por më vonë u kalu me emërime direkte ose me shpallje. Domethënë, kena pa shpallje në gazetën Dielli, shpallet kryesia e Vatrës, shpallet kuvendi, këshilli i Vatrës, shpallet kryetari i këshillit. Pra, kush i zgjodhi, kush i emëroi, kush nuk tregohet fare. Pra, kjo ka qenë, dhe aty unë kam qenë ndoshta në nismitar të parë që kam dalë kundra kësaj, domethënë këtyre shkeljeve ligjore apo shkeljet morale të ato prishjes së reputacionit Vatrës nëpërmjet këtyre shkeljeve. Dhe bashkë mana janë bashkuar shumë dhe sot jena një shumicë e madhe vatransh, të ndershëm, patriot, atletar, ata që kanë marrë Vatrën mbi shpinë për dekada. Unë nuk e di nëse më lejohet, unë përmend Sergio Bitici, që është një patriot, shkrimtar, piktor, një vlerë diasporës, 50 vite kontributor. Në momentet e vështira të komunizmit, kur Vatra s'kishte fare, s'kishte komunizmi për të shkatruar, këta e kanë marrë mbi shpinë, e kanë rujt si domethënë si një ikonë, si një gjë me vlerë, edhe kanë rujt edhe prandaj Vatra ekziston sot sipas mbas asnjë kontribut që këta kanë dhënë. Po ka të tjera aty, domethënë vlera mallore në Vatër, domethënë që kanë kontribute. Është Idris Lamaj, ky ka qenë gazetar për shumë vite, Zanët e Amerikës, një shkrimtar, poet, intelektual i jashtëzakonshëm, Ermiz Mujaj, është Nazë Veliu, kjo gjykatësia e hekur e shqiptarëve që dënoi bandën e Lushnjës, apo jo? Po janë edhe shumë të tjera aty, domethënë që japin kontribute të jashtëzakonshme. Një Berziri, është një degë në Manhattan, degë e Vatrës, komplet janë rreth 60 vjet që janë bij dhe për një familje është persekutuar. Gjithë drejtuesit e kësaj dege janë të lindur në internim. Pra, kjo e miqtë e mi që thonë që kena kriju këtë grup dhe po tentojmë që ta kthejmë Vatrën në identitet, në ligj, që t'ja kthejmë vlerën dhe dignitetin dhe moralin që asaj takon, dhe besoj të ta realizojmë. Masi kena shfrytzu, nëse më lejon edhe një minutë. Jo, patjetër. Masi kena shfrytzu, kjo është gjitha shumë interesante,
edhe pse është e dhimbshme këto që po i thoni ju, po është vërtet shumë interesante që ne ti kena shfrytzuar të gjitha, domethënë ato metodat e brendshme të miqësisë, të komunikimit, të emailëve, të letrave, teksteve, të mbledhjeve që të ketë një zgjidhje pa jo publike, domethënë që këto probleme të brendshme mos dalin publik, por masi kena dështuar gjitha këto, janë drejtuar publikut dhe tash mos fundit janë drejtuar gjykatës, mbasi ne na dhimbset vatra, na dhimbset kontributi i kësaj vatre që vitet më të vështira të kombit, ata ndërhyjnë në Shtëpinë e Bardhë, ndërhyjnë tek presidenti Wilson dhe shpëtuan tërësinë territoriale e Shqipërisë. Mos ishte vatra nuk kishte pas Shqipëri sot. Dhe po e zam në vitin 1920 vatra kishte 5.000 antar. Pa llogarit sa shqiptar ka pas atëherë në Amerikë, 5.000 antar. Çdo familje ka pas antarësi, ka pas një buxhet më të madh se shteti shqiptar. Diku në vitin 1920 vatra i dha shtetit shqiptar $800.000 borxh. Pra, në atë kohë, sa mund të jenë sot miliarda dollar. Absolutisht. Po ku është vatra sot? Ata thonë që nuk kanë parë me pagu taksat, nuk kanë parë me pagu gazetarët, nuk kanë parë me menaxhu ndërtesën, selinë e saj. Faktikisht parë kanë, sepse vetë ndërtesa, selia vatrës ka 2 apartamente që, sikur se thonë, ka i mbledhën rreth $50.000 të ardhurën në vit nga renti, nga qeraja e këtyre apartamenteve, ndërsa taksat kushtojnë pra parat janë, sepse selia vatrës e pagun veten e saj. Por nuk do të, derisa nuk kam fakte për qëllimet pse nuk i paguajnë, por fakti nuk do të shpreh më gjatë, por fakti është që nuk kanë paguar dhe unë pa të bëj një ndërhyrje, një shkrem publik me informacione të sakta nga sistemi i taksave të New Yorkut. Po, e kam pa. Dhe aty mbas reagimit, një javë mbrapa u turrën zyrtarët e vatrës dhe i paguan plota ato taksa. Mbasi shtëpia vatrës ka pas rrezik që të humbet, domethënë të kalojë në posedim të shtetit. Për mos pagesë, pra një vlerë $1 milion apo $2 milion të humbej për $25.000 apo diçka ashtu. Pra qëllimi nuk e di, nuk du të them, por shumë tonë që kanë qenë qëllime ogurzeza për përpritime pa ligjshme të ndërtesës apo të fondeve. Por këto janë thjesht supozime. A janë qëllime politike, mendoni kanë ndërhyrë politika, flasin politika e Tiranës, e Prishtinës, sepse vatra nuk është thjesht e Tiranës, apo është një mos përgjegjësi, keq menaxhim, apo çfarë mund të jetë më tepër në këtë mes? Sepse kjo është e dhimbshme, vërtet është e dhimbshme. Jo, çka ka të përbashkët vatra me politikën është se, për mendimin tim është se vatra drejtohet në një formë sikur se Edi Rama drejton pushtetin. Pra, mungesë transparencët, emërime direkte pas zgjedhje, sikur se Edi Rama i emëron ato ose i cakton ato tenderat që janë, ose mungesa transparencë është sidomos kryesore, ose mos llogarilania apo përdoret vatra politikisht, flasim në anën negative të fjalës politikisht. Po nuk është ndonjë lajm me thënë se vatra përdoret politikisht, edhe përdoret, vatra është marrë me politikë, më thënë, edhe më herët, më thënë, Noli flasë në negative. Flasë në negative, sepse të në bosh për shtetin, të përpiqesh për ngjarje të ndryshme, diçka tjetër, por flasë të përdoret politikisht, pra të përdoret për të vjedhur, ta themi kështu shqip. Po, mënyra për të vjedhur është çështje tjetër, ata mund të përdorin, sikur se kryetari aktual e ka shkuar në emër të vatrës në rrjetet e biznesit, kur prezantuar si kryetari i vatrës, që është në kundërshtim me kushtetutën dhe me moralin e vatrës. Vatra nuk është organizatë e biznesit, është një organizatë adetare për të lobuar apo për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, ku janë, por jo për marrëdhënie biznesi jashtë Amerikës. Por lidhjen me politikën, sigurisht që ka influencë në vatër. Për shembull, na kena pra kryetarin e vatrës fill mos u zgjodh,
shkoi në Shqipëri, u taku me politikan, u taku me Gramoz Ruçin, mori pjesë në fushata elektorale, që këto janë komplet Kjo kisha kjo kisha përdorja politike, a kupton? Kjo kisha pra ato janë josh nga ofertat që ndoshta pushteti aktual në Shqipëri ka bë, edhe mund të ketë ndonjë qëllim, domethënë që Vatra të ruhet, po të ruhet në një formë që mos bëhen za, domethënë mos ketë aktivitet kritika. Të kontrolluar. Tashin Gazeta Dielli është thjesht vetëm që është gjallë, por nuk ka ndonjë aktivitet, nuk ka një shkrim cilësor, nga i kritik, po ndonjë angazhim për të trajtuar. Poston shkrimet e të tjerëve, më tepër me sa kam lexuar unë. Po, është një gjë dëshpëruese, edhe vetë largimi apo vdekja e editorit më parëshëm Dalip Greca ka dhënë një kthes apo një rënje të nivelit cilësor të gazetës. Plus edhe editori tanishëm është shumë i dëshueshëm, domethënë për ku diun si thonë me lidhjet e tij me shërbimin informativ, thonë që ka mbaru shërbimin shkollën e shikut apo të shishit në Shqipëri. Dhe Vatra nuk i meriton këto figura, domethënë. Ku jemi konkretisht ku jemi, pra si është pritur kjo lëvizje e këtij grupit të juaja, pra do kemi, si thosh, dritë në fund të tunelit, pra po shiko, kjo ka marrë rrugën e saj, domethënë ligjore, po trajtohet në gjykatë. Edhe gjitha vendimet e gjykatës deri tani kanë qenë pozitive në interesin tonë, edhe interes të Vatrës, jo si fitore jone personale, por si fitore e Vatrës. Por kërkon kohën e vet dhe kur gjykata flet, ne duhet presim me durim vendimet e gjykatës. Por deri tani mund të them me siguri plot dhe është evidente se gjitha vendimet e gjykatave kanë qenë pozitive në favor të drejtës, dhe sikurse e din gjithë, e drejta punon, por do dalin dritë. Dhe Vatra besoj, kam shpresë se shumë shpejt do t'i kthehet vlerave, moralit, dignitetit dhe zanit të madh që e ka pasur dhe reputacionit që ka pasur gjithmonë, sikur se e meriton. Vatra është nder për kombin shqiptar, me thënë drejtën, dhe është mëkat që Vatra të shkojë në këto ditë. Unë mendoj se që Vatra të kthehet në nivelin që ajo ka pas kur ajo u themelu është pothuajse e pamundur. Kjo kushtohet nga vetë rritja e numrit të shoqatave. Kanë evoluar, por angazhimet e shqiptarëve kanë qenë ndryshme në shoqata, në grupimet edhe politike të tjera, sikurse janë me shumicë në New York, në Michigan, në shtete të tjera, dhe edhe problemet e brendshme të Vatrës, pra edhe marrja peng, nëse them thojza, nga liderët e saj, tu mos pas aktivitete gjithëpërfshirëse, tu mos pas demokraci të brendshme apo transparencë, ka bërë që njerëzit largohen nga Vatra, edhe të angazhohen, ata dëshirojnë, por në këtë gjendje të largohen, mandej krijojnë grupimet e tyre të tjera. Po, prandaj, pra menimi im është që ta ruajmë Vatrën, jo që të Vatra të bëjnë namin ton me ato lobimet e supozume, por të ruhet si ikonë, si vlerë kombet, se kombet jetojnë me vlera. Kjo është ajo e rëndësishme. Kombet jetojnë me simbole, me vlera trashëgume, prandaj të ruhet ajo që ka pas Vatra gjithmonë, të jetë aty si ikonë, të jetë si relike, që nuk është nevojë të ketë 100 deg, nëse rritet, le të rritet, por të rritet në mënyrë të drejtë, transparente dhe demokratike. Shumë drejt, shumë drejt, dhe uroj që sinqerisht, sepse jo thjesht Vatra, por është edhe e turpshme me fjalë përgjithësi për ne që të përplasen shqiptarët e dyreve të gjykatave në vendet e perëndimit e për çfarë, për të tilla probleme, me fjalë, kjo nuk është. Edhe shikoj këta vatran që janë me dhjetra, nuk janë elita, janë ajka e Vatrës, sikur se ata që dalin domethënë publikisht, edhe ata që nuk dalin, por na mbështesin në këto gjyqe kanë qenë, domethënë, akti më i lartë civil qytetar, advetar i shqiptarëve të Amerikës për të ruajtur një vlerë kombëtare. Ka qenë shumë i kushtueshëm. Ne kena qenë në gjykatë domethënë federale për 3 vite
në gjykat ku gjykohet Donald Trump, kur dënua apo gjykohet Donald Trump apo figurë më të larta. Gjykata federale dhe gjykata supreme janë gjykatat më të larta Absolutisht. në Amerikë, nuk janë administrative apo lokale, po aty domethënë gjykon çështje me rëndësi. Prandaj edhe avokatët janë shumë të shtrenjtë dhe këto vetran kanë shpenzuar një pjesë mirë, jo vetëm të kohës, por të financave të tyre, kanë heq familjes tyre për një vlerë, për mërujt një vlerë, një diamant kombë shqiptar sikur është Vatra. Prandaj meritojnë mirënjohje, meritojnë respekt dhe për mirënjohje pafund për të gjithë dhe me patjetër që duhet të ruhet sepse si e thash pra është një nder që Vatra të ruhet, nuk është problemi që Vatra të rikthehet në kohën e Nolit apo në kohën e mëhershme, por problemi është që sepse edhe kohët kanë evoluar dhe politika kanë evoluar, shqiptarët normalisht nuk janë atë periudhë sikur ka qenë ato vite, por është ikon dhe është diçka shumë pozitive që Vatra të jetë dhe të loboj për të drejtat e kombit dhe për të drejtat e shqiptarëve dhe jo të loboj me njëri tjetrin pse duam të vjedhim me njëri tjetrin apo duam të tjetërsojmë, ku diun. Është vërtet për të dhimbjes kjo gjë me fjalë që nuk duhet të jetë. Zoti Lumaj, unë nuk e di nëse ke diçka për të shtuar apo diçka për të thënë apo që ne nuk e cekëm apo që ja na shkaluam, ku diun. Pra, sepse do doja ta thoshit dhe nuk e di, unë pyetjet e mia i kam mbaruar ato që kisha menduar. Kështu që jemi në të lirë. Po faleminderit për mundësinë, për thirrjen edhe kërkoj falje për tonin, unë flas me pasion, jam pasionant edhe ti tamam ke prek ato pikat ato që më kanë mundu për shumë vite dhe unë i kam vujt edhe kam ëndër dhe dëshirë që këto, sikur që është situata në Shqipëri, sikur që është edhe ruajtja e figurës dhe moralit të liderit Partisë Demokratike Sali Berisha që ai dhe të mbetet një figurë sikur që ka qenë në fillim, të mbetet edhe tash në përfundim, por edhe Partia Demokratike të vinë pushtet në mënyrë demokratike dhe të merituar, por edhe me pjesën tjetër të diasporës ku unë kam ëndër, kam dëshirë që diaspora me që është rritur ka shumë në numër, të ringjallet, të fitojnë aktivitetin e saj, të bashkohen dhe të ndihmojnë jo vetëm krahinat, jo vetëm njëri tjetrin integrimin e tyre këtu në Amerikë apo në vende të tjera, por edhe të ndihmojnë me prezencë fizike, me ide, me shkrime, me dalje publike realitetin e vujtun dhe të shumë të fshirë shqiptarë, cilët meritojnë dhe kërkojnë ndihmë nga diaspora. Pjesa më mirë e Shqipërisë është në diasporë dhe nëse kjo e pjesë e mirë e shqiptarëve në diasporë nuk integrohet apo nuk ofrohet apo nuk jep këtë potencial që ka për Shqipërinë, atëherë nga Shqipëria nuk presim lajme të mira. Po përveç kësaj në diasporë ne kemi një brez që është rritur këtu, që pothuajse është fare shkëputur nga Shqipëria, pra ky është problemi që duhet ta shohim interes që ne ta thithim fëmijët tanë të shërbejnë dhe të kontribuojnë për vendin e tyre. Unë kam lidhje bashkëpunim edhe nëpërmjet një qendre kulturore që drejtoj apo nëpërmjet grupacioneve të tjera ku aderoj me studenta shqiptar këtu në Michigan që janë me mira dhe janë kaq të talentuar, janë kaq të zhdërvjedhur, kaq të zot, kaq të aftë, por që nuk bëhet mjaftueshëm që ato të thithen, që të tërhiqen dhe të mbushen me atë frymën kombëtare me ndjenjen patriotike, domethënë edhe ndoshta pra që fillon e para nga instalimi i një konsullate këtu në Michigan, edhe këtu fillon edhe integrimi apo lidhja shpirtërore fizike në tana dimensionet me rinin, domethënë një i ri që është në universitet, nëse ka një pasaport shqiptar në xhep, ndihet më adëtar, ndihet më shqiptar. Plus do të jep mundësi atyre që të aktivizohen më shumë me aktivitete shqiptare, domethënë kulturore, patriotike, kombëtare që zhvillohen këtu në Michigan po në shtete të tjera. Pra, këtu fillon domethënë edhe integrimi i shqiptarëve në diasporë tek bashkimi mas parit i shqiptarëve këtu, dhe e dyta edhe
devijimi apo përqendrimi i energjive të tyre në Shqipëri, si të krijojnë një ambient që shqiptarët jo vetëm të rrinë në Shqipëri, por një ambient që ne të kthejna në Shqipëri. Me vjen një kërkesë për ju e drejt për drejt. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë shkruar dhe më thotë përshëndetje i nderuar gazetar, respekte thot për të ftuarin dhe për zotin Lumaj. Me vjen me fjalë nga rjolli nuk vdes. Thot të lutem thot m'ja lexo thot zotit Lumaj, edhe pse nuk e njoh, por thjesht e ndjek në rrjetet sociale dhe përpiqem të lexoj dhe të kuptoj çdo shkrim të tij. Doja në mënyrë miqësore të bënte një shkrim apo të fliste diçka edhe në rrjetet e tij sociale, apo kudo që t'jepet mundësia për rjollin, sepse rjolli po vjellet nga Partia Demokratike dhe nuk ka dyshim. Rjolli nuk vdes. Tani unë nuk e njoh, nuk e kam idenë fare. Gjithsesi, ma kërkoi edhe unë përcolla kërkesën e tij, ti atë nëse shef të bëj një shkrim apo keni bërë shkrim, pastaj është puna juaj. Unë jam shumë i shqetësuar me atë që po ndodh atje. Të drejtën, unë e përcjelli atë çfarë mundem në lajme. Çfarë do të them atyre vëllezërve të mi të një gjakut është që të mos heshtin, të mos ndalojnë, të rezistojnë për drejtën e tyre, për tokën e tyre të trashëguar me mijë vjet. Dhe ju them se e drejta do të fitojnë. Dhe drejtën nuk ja dhuron kush. Drejtën mas parit duhet ta fitoni dhe ta mbroni. Pra, drejtën për tokën tuaj ja ka dhënë part tuaj. Kurse detyra juaj është ta mbroni. Pra, mos u ndalni, nuk qoftë me jetën tuaj, sepse shqiptari këtë ka pas nderin edhe pronën, edhe pushkën. E harujt, nderin dhe pronën e harujt me gjatë. Po, edhe panaj mos u ndalni, edhe shembulli juaj bravo qoftë. Pra që po bani, i kam dje me vajza 3, kanë ardhur nga Evropa, nga Anglia për të mbrojtur tokën por nderin. Janë mu përballë, ja shembulli më i mirë i protestës për gjithë shqiptarët. Nëse ka lidhje Partia Demokratike, unë nuk mund të flas për diçka që nuk e di, do të ishte shumë e turpshme nëse ka një dhe shumë nëse ka me hipoteza këto ndoshta janë edhe fjalë. Ata të vazhdojnë, unë si qytetar amerikan po edhe shqiptar, unë i mbështes dhe i frymëzoj që të vazhdojnë protestin me çdo çmim. Sepse e keqja merr fund vetëm duke dalë përballë. Absolutisht. Po nëse rrim anash të keqes, ajo vazhdon. Pra, nëse deli përballë dhe merrni tokën tuaj. Sikur Partia Demokratike thjesht të shtojë në numër, po të merrte shembullin e protestës së rrjollit, Edi Rama besoj se sonte do ishte rrëzuar. I nderuar Leonard, unë kam në familjen time, unë kam domethënë të vrarë për të mbrojtur tokat prej pushtuesve serb. Baba i gjyshit tëm një shula është vra në kastrat me poshtu me shkjau me serb e Malazes. Aja është shpall më fal dëshmori atë të lutem po. Po ashtu edhe gjyshi jam, baba i babës tëm, është plagos 2 herë luftë me serb dhe Malazes për me mbrojtë tokat. Pra, njëjtën gjë edhe këto malësorë, këto shqiptarë në bakës të rrjollit, çfarë po bajnë? Përmbrojnë tokën e tyre. Nëse shqiptari është bashkja për shqiptarin, ajo s'ka rëndësi. Rëndësi ka që ata ta mbrojnë tokën edhe me trupin e vet. Pra, toka është e shenjtë dhe mos dorëzohen. Sikur se ka mbrojtë kundër serbit e pushtuesit ta mbrojnë, se këta janë më të këqij. Po, këta janë më të këqij. Se është jotin, se quhen shqiptar. Se ajo tokë është mbrojtë me gjak. Sërish. Zoti Lume, unë jam mirënjohës për kohën, për nderimin që më bëre që erdhën në emision dhe po mirëjohje më fond sepse duke qenë fundjavë dhe orë mbasditë aty tek ju të shkputëm edhe nga familja. Por shumë faleminderit që ishe dhe shkëmbyem mendime së bashku dhe me dëgjuesit tanë. Ishte kënaqësi për mua, të falenderoj për ftesën. Kërkoj falje për lapsus apo në një gabim, domethënë kena bërë një bisedë të lirë si miq, por edhe kena ndarë mendime
për shpresoj që të jenë ndihmëse për ata që na kanë dëgjuar. Kemi ndarë atë mendime që ne na dhëm. E kemi thënë në atë mënyrën tonë, ashtu si ne e ndjejmë dhimbjen. Të falenderoj. Të falenderoj, të uroj një fundjavë të këndshme dhe një fillim muaj, edhe po një fillim stine sa më të mbar, se edhe pak hym me 1 mars edhe jemi stine në re. Të uroj çdo të mirë familjarisht. Prandaj dita e fundit e dimrit nesër pranverë do nxoti me fillon gjallërimi i jetës, edhe uroj që edhe fillojë edhe me gjallërimin e jetës shoqërore në të mirë të shqiptarëve kudo që janë. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim. Mirupafshim. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonde me zotin Valentin Lumaj, pra një ndër aktivistët më të zëshëm të diasporës të Amerikës, por jo vetëm. Pra është një zë kritik, një zë i kthjellë të mendim dhe ku thot vazhdimisht atë mendimin e vet dhe përpiqet të jap kontributin e vet në diasporën e Amerikës, por kryesisht përpiqet të jetë një person kontributor edhe për vendlindjen, sepse zoti Lumaj ka shumë nisma humanitare që ndihmon në vendlindje dhe do të jemi mirënjohës për kohën që ai na dhuroi. Ne përpoqem të flasim, të themi diçka, përpoqem të japim disa mendime tona, nuk e dim se sa ishin të vyera për ju, por nëse kanë qenë të vyera dhe edhe ju keni arritur të kuptoni diçka, kjo është edhe kënaqësi për ne, por gjithsesi ne këtu jemi për të thënë mendimin e lirë dhe për të thënë atë që ne mendojmë. Ju kërkoj ndjes. Unë ju rikujtoj që ritransmetimi është në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 me orën amerikane dhe nesër në orën 13, pra vetëm në Window Radio dhe përmes platformave TuneIn, Radio Box apo Radio Shqip, si dhe në website-in zyrtar të radios, pra jo në kanalin e Facebookut. Po ashtu, emisioni është nesër regjistruar në Horizont Window Radio hapësirë leje, pra në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë leje, mjafton të bëni një subscribe aty dhe ju do mund të ndiqni emisionin e sotëm, po ashtu edhe emisionet që ne kemi patur në herë të tjera. Duke ju falendëruar përzemërsisht për vëmendjen dhe për kohën që ju na dhuruat dhe na ndoqët sonde, unë do ju them që Window Radio nesër mbrëmë pra ka emisionin e vet së dielës Zëri i Diasporës me zonjën Madiana Nuredini, pra moderatorën Madiana Nuredini në Padova, dhe Horizont do jetë ditën e njëjtë. Pra ditën e njëjtën Horizont nuk është, pa nuk kemi, sepse e diel është Zëri i Diasporës. Të martën është zoti Gens Paçuku me studio në Londër, mikrofoni i hapur. Të mërkurën është deti, pra emisioni pa kufi me studion në Tiranë. Kështu që unë ju falenderoj përzemërsisht edhe një herë, ju uroj një fillim muaj mars apo një fillim pranvere tjetë sa më e këndshme dhe pranvera sikurse është stina që rilin çdo gjë, sjell mbarësi, sjell të ringjallje dhe rilindje të shpresave dhe të atyre që ju dëshironi të arrini në jetë dhe qoftë një pranverë sa më e mbar për të gjithë shqiptarët. Unë i përqafoj përzemërsisht, ju falenderoj edhe një herë për kohën tuaj dhe natën e mirë dhe fundjavë të këndshme. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.